Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridibet, kampionatin kombëtar të debatit. Ky është edicioni 8 i zbatuar nga organizata Liburnetik, me mbështetjen padyshim të atyre që bëjnë të mundur në nivel financiar edhe realizimin e projektit, por edhe nga ana vullnetare që bën organizata përmes stafit të saj. Kështu që dua të falenderoj padyshim ata që kanë bërë të mundur takimin e sotëm. Sot jemi në Vlorë, do të kemi një përballje midis dy shkollave të jugut. Në krahun tim të djathtë Ali Demi nga Vlora, një duar trokitje për shkollën. Dhe në krahun Majtas, Spiro Gjiknuri nga duar trokitje. Ky projekt këtë vit vjen në kuadër të projektit Giz Albania, BE për ekonominë qarkulluese dhe qytetet të jetueshme, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Të bëjmë një falënderim kështu të veçantë me një duar trokitje dhe atyre që bën të mundur projektin. Por sigurisht që ky projekt nuk do të ishte i mundur në qoftë se nuk do kishim edhe mbështetjen tuaj, pra mbështetjen e shkollave dhe mësuesve që përkushtojnë për të sjellë sa më mirë të rinjt që janë sot në këtë takim. Kështu që dua të falenderoj edhe zyshat që kanë ardhur sot. Dhe nga ana tjetër dua të falenderoj jurin që kemi në këtë panel të këtij takimi, të këtij debati që do të zhvillojmë pikërisht në Vlorë. Eliverta Muço, pjesë e shoqatës Liburnetik, prej 8 vitesh është pjesë e skuadrës së gjykatësve, ka kaluar si nga edicioni i parë dhe është pjesë e formatimit të këtij projekti. Po kështu kemi një rikthim, Qemile Caca, e cila vjen nga Departamenti i Filozofisë në Fakultetin e Shkencave Sociale si asistent pedagoge, dhe po kështu një tjetër emër i njohur për këtë projekt është edhe Eugena Gjoka, po kështu asistente në Departamentin e Filozofisë të Fakultetit Shkencave Sociale. Shumë faleminderit që jeni me ne. Faktikisht sot ndodhemi në Vlorë dhe ndodhemi në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, kështu që unë gjej rastin të falenderoj ata që na kanë bërë të mundur, në rastin konkret Alma. Faleminderit Alma për mbështetjen. E thash pak në fillim që ky kampionat ka një fokus veçantë këtë vit, sepse i përkushtohet në tematika dhe në atë çfarë do të debatojnë të rinjt, ekonomisë qarkulluese dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Pra e gjithë kampionati rrotullohet rreth kësaj teme që është mjaft e rëndësishme dhe që të rinjt duhet të jenë të ndërgjegjësuar për sa i përket mbrojtjes së mjedisit, por edhe se si të shfrytëzojmë sa më mirë ato çfarë natyra na ka falur dhe ta mbrojmë atë që të jetë sa më jetë gjatë, pse jo për brezat që do vijnë. Okej, për ata që nuk më njohin, unë jam Niko, jam drejtuesi i organizatës Liburnetik dhe në krahun tjetër është dhe Justini që është pjesë e stafit, sikurse janë dhe shumë të tjerë që janë në background dhe më ndihmojnë për të qenë sa më aktiv në këtë drejtim që kemi zgjedhur prej 8 vitesh tashmë. Okej, do të fillojmë tani debatin, do të fillojmë me përzgjedhjen e temës. Këtë vit kemi një ndryshim, kemi zarfet, nuk ka zarf të kuq apo të zi, e kam përsëritur disa herë, por kemi zarfa pozitiv, sepse temat janë pozitive, pavarësisht qëndrimeve që do të mbajnë dy skuadrat. Kështu që do të ftoj në këtë rast Fraso, si më themën? Fraso, i cili do të bëj përzgjedhjen për sa i përket temës. Urdhëro. Ke nderin. Rëndësia e riciklimit apo bëjmë mjaftueshëm? Pra, tema e parë për cilën do të debatojnë të dy skuadrat do të jetë rëndësia e riciklimit apo bëjmë mjaftueshëm. Është e qartë tema? Po. Faleminderit, tani do të bëjmë edhe përzgjedhjen e qëndrimit që do të mbajmë për këtë debat të parë, që do të bëjmë nga krau tjetër Mersian. Këtë globi vogël. E riciklimit apo bëjmë mjaftueshëm. Kjo është pyetja. Kemi 7 minuta kohë për këtë kohë. Mund të lëvizni tek atë fundi po doni. Po. Pra gjatë se kohë ju mund të bashkëpunoni me një tjetrin
Vendosni radhën, kush do flasi pari, kush do flasi dyti, çfarë do trajtoni. Okej? Të ndani po ashtu radhën. Jam shumë i lumtur që po prezantoj këtë temë, është një tema që përcaktojnë ishin e midis votës së qendrore tradicionale. Duke u luftuar mbi faktin që ato përafrojnë dhe garantojnë një të ardhmë. Por njëra mban një të ardhmë të qendrore, ndërsa tjetra mban një të ardhmë e cila mban aq fort vetëm për kushtimet e tyre tradicionale. Jam shumë i lumtur që ju them që shkuadra ime ban këtë të ardhmë të pastër, të mirë dhe që garanton të jetesën e brezave kombëtare. Që riciklimi, rëndësia e riciklimit, ne në të vërtetë i ndikojmë mjaftueshëm. Jetojmë në Shqipëri, i cili është një shtet relativisht i vogël dhe kryesisht sipas statistikave ne riciklojmë 18%, 18.7% zakonisht të vendimin tonë, që është masive, duke u krahasuar me shtetet të tjera si Serbia dhe Malizi, që janë shtete afërsisht së bashku kanë jashtëzakonisht më shumë vetë ne riciklojmë 4% dhe Shqipëria, një shtet me 2 milion njerëz riciklon kaq shumë, është gjithashtu. Riciklimi ndonë se është një proces të cilit është dhënë shumë zhvillim, ekzistojnë akoma shumë gjëra që nuk janë bërë, edhe këto janë për shkak të mungesës infrastrukturës, mungesës të edukimit të publikut, gjithashtu edhe shpërndarjes së pabarabartë të burimeve. Një shembull konkret brenda në Shqipëri e cila e fakton këtë është pikërisht rasti i incineratorëve, 3 projekte të mëdha në Tiranë, në Fier dhe në Elbasan, të cilat ishin promovuar si disa projekte të moderne që promovoheshin për renovacion të mbetjeve, por rezultojnë në hetime për korruptim, për shpërdorim fondesh publike, kështu që nuk mund t'i besojmë. Gjithashtu sipas Environment European Agency edhe Bankës Botërore, vetëm 17% e mbetjeve riciklohen, edhe 70% të tjera përfundojnë në landfille të pasigurta për natyrën, që kërkojnë një transparencën institucionale dhe gjithashtu mungesën e një sistemi të integruar të menaxhimit të mbetjeve. Ta përkrah mendimin, por për sa i përket vendit tonë, Shqipëria përballet me mungesën e infrastrukturës efikase për riciklim dhe mosdarjen e saktë të mbetjeve, të cilat janë pengesat kryesore. Shumë materiale që mund të riciklojnë përfundojnë në landfille ose ndotin natyrën, ndërkohë që shumë qytetarë nuk kanë mundësinë të riciklojnë për shkak të kushteve ekonomike. Sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Shqipëria riciklon vetëm 18% të mbetjeve, ndërkohë të tjerat përfundojnë në landfille.
Është e vërtetë që janë marrë masa kohët e fundit për në gjithë Europën dhe gjithë botën për riciklimin, por nuk duhet të lëmë pa përmendur që industria petrokimike dhe prodhuesit e plastikës prej dekadash kanë promovuar idenë e riciklimit, ndonse kanë qenë të vetëdijshëm për pamjaftueshmërinë e saj. Kompanitë kanë përhapur mite rreth qëndrueshmërisë së plastikës së ricikluar për të mashtruar publikun, por edhe për të penguar rregulloret kufizuese ndaj plastikës të ricikluar. Kjo do të thotë se jo vetëm që nuk është bërë mjaftueshëm, por është bërë kundër saj nga prodhuesi, që është hallkë shumë e rëndësishme e riciklimit. Është e vërtetë që janë marrë goxha praktika për të realizuar një riciklim sa më të mirë në Shqipëri, por duhet thënë edhe fakti se shumë praktika ngelen vetëm të shkruara në letër dhe në terren janë në një zbatim shumë të dobët. Këtu përveç se Shqipërisë, përveç se vendeve të tjera mund të përmendim edhe Shqipërinë, ku shumë praktika të cilat siç është mungesa e infrastrukturës mbesin të dobta në zbatimin e tyre, duke bërë të mundur që shumë shtete, shumë praktika në fakt të mbesin të parealizuara, duke bërë të mundur që organizata e riciklimit të shprehë se në Shqipëri nuk kemi mjaftueshëm mbështetje nga shteti, duke bërë të mundur që të vijë braktisja nga shumë kompani, të cilat krijojnë një pamundësi për riciklim të mjaftueshëm. Zbatimi nuk është dobët, sepse 4% e buxhetit tonë shkon për menaxhimin e kësaj Ne jemi pjesërisht dakord me mendimin tuaj, por duhet të konsiderojmë që në shumë vende të botës, vende të Shqipërisë, riciklimi është më shumë një koncept se sa një praktikë reale. Mungojnë koshat, infrastrukturat dhe sistemi ndarjes së mbetjeve të diferencuara. Sipas një raporti të Instat 2023, 70% e mbetjeve në Shqipëri riciklohen, kurse pjesa tjetër përfundojnë në landfille ose digjen. Madje edhe disa kompani preferojnë më shumë dorin materiale të reja sesa të ricikluara, sepse ato shpenzojnë nuk janë aq me çmim të ulët sesa reja.
doja të kushtoja për pjesën se riciklimi në fakt nuk ka se si të jeti mjaftueshëm kur të gjitha praktikat kanë ngelur në letër dhe në praktik janë në zbatim shumë të vogël. Për shembull, riciklimi ka ndodhur me plastikën e holl, e cila afërsisht nuk reciklohet teknikisht, ndërsa në praktik nuk reciklohet. Si rezultat në SBA vetëm 5 deri në 6% e plastikës arrin të riciklohet, duke e lënë përqindjen tjetër si mbetje, çka vërteton se riciklimi në të vërtetë dhe në vendet e zhvilluara është tepër i vogël. Probleme hasim dhe në riciklimin e tekstileve, që ka ndodhur me pjesën e veshjeve, si ku në vendet e zhvilluara mund të arrijë më shumë se 50% e mbetjeve urbane. Çka do të thotë se në të vërtet, riciklimi nuk po ndodh ashtu siç e shprehni në letra apo dhe në formalitet. Për mendimin tim në shumë vende të botës, sado që ka kosha si Serbi, për mendimin tim riciklimi na ndihmon qëndrueshëm urban, qytetet të cilat investojnë në sisteme mbetje, më shumë hapësira të pastra. Ricikluara në Europë me riciklimet
Shqipëri, në Shqipëri, suksesi varet më shumë nga lidhjet se sa aftësitë. Ju pëlqen tema? Keni që ta ndrojmë? Në qoftë se e keni shënuar temën dhe e keni qartë, ju vazhdojmë dhe të zgjidhni në opinion. Nga ky moment kemi 7 minuta kohë për gatitore. Do filloj në eksen, që mban shërbim në provë dhe pastaj nga klasa që mban sukses. Këta nxjerrjet e larguar dhe kanë marrë merita 100 herë më të mira se sa marrim ne sot. Gjithashtu ne mund të flasim edhe për emisione investigative, ku kemi 3 emisione kryesore, Stop, Fix Fare dhe Piranja, ku afërsisht 6 nga 7 herë që prezantohen në televizor flasin për raste korruptive ose për raste për shembull gjyqësore ku personi i cili në të vërtetë ka qenë viktimë dhe ka qenë i pafajshëm është vendosur në burg për arsye sepse gjyqtari së bashku me skuadrën kundra ka qenë në lidhje familjare ose ka qenë i korruptuar. Gjithashtu mund të flasim edhe për paqëndrueshmërinë politike në varësi të ndryshimit të administratës, duke kaluar që nga demokracia edhe nga politika e demokratike në Partinë Socialiste në 2013 kemi patur një periudhë pa kënaqësie dhe paqëndrueshmërie, duke shkaktuar që të gjithë personat tani ishin free for all, të bënin sa më shumë lidhje të mundeshin që të vendoseshin në një pozitë të favorshme. Për shembull, gjithashtu mund të flas që edhe për faktin që drejtorët në sistemet tonë të arsimit në të vërtetë janë vendosur nga partia, në ndryshimin e partisë gjithmonë do ndërrohen drejtorët. Gjithashtu do të flas që gjithashtu do të vazhdoj edhe për korrupsionin e policëve dhe të doganierëve për t'u larguar, pasi kjo ekziston vazhdimisht dhe është normalizuar aq shumë sa që policët edhe sistemi shtetëror edhe ai krimit gjithmonë presin korrupsion ose në rast se do ta bëjnë ditën Edhe pse kjo që sapo përmendet luan një rol shumë të rëndësishëm për sa i përket aftësive ose njohjeve në Shqipëri, nuk jam dakord që vetëm mënyrë që mund të kesh sukses në Shqipëri është veçanërisht përmes lidhjeve. Një shembull i cili e dëshmon këtë është negocja e politikanëve në nivele shumë të larta, të cilët kanë lidhje më të fuqishme që do mundeshin të kishin, edhe prapë përfunduan në gjyqe ose në burgje, e cila tregon që pavarësisht çdo lloj tentative që mund të ketë dikush për të përdorur lidhjet e tij për të patur sukses, gjithmonë ka një përndjekje edhe një gjykim mbi të. Gjithashtu siç përmendet për drejtorët e shkollave, mund të marr rast konkret ku në shkollën time kemi mësues shumë të aftë, të cilët nuk kanë patur fare nevojë të kenë ndonjë lidhje, edhe janë të aftë vetë për të na edukuar edhe për të na mësuar gjëra që mësojmë ditë për ditë. Faleminderit. Të vazhdoj duke kundërshtuar argumentin tënd e politikanëve. Kryesisht burgimi këtyre politikanëve është më se ironik, pasi suksesi i tyre është i arritur për një periudhë korore dhe pasuritë e tyre nuk sekuestrohen nga shteti, por mbeten në bankat e tyre familjare, që në rast se ky politikan sado që mund të jetë i burgosur, prapse prapa ato pasuri mund të shfrytëzohen. Sado që unë bie shumë dakord me pjesën e mësuesisë, të cilët mësuesve tuaja që me të vërtetë
kam shumë respekt për to që po fillojnë edhe të mësojnë. Ne gjithashtu do të flasim për ata mësues të cilët ndodhen në Vlorë dhe kanë gjithë ato shkolla të cilat marrin shumë pak nxënës, dhe këta mësues afërsisht nuk vlerësohen fare pasi ata nuk kanë asnjë lloj lidhje. Kryesisht mund të flas për mësuesen time të fillores që ka filluar të kërkojnë ndihmë nga mësues të tjerë vetëm për të marrë nxënës, pasi ka patur aq pak lidhje dhe minimalisht ato lidhje që ka patur janë zhdukur deri më së afërt sa tani. Jemi shumë persone dhe shumë mësues janë të detyruar që të luten dhe të kërkojnë për nxënës që të hyjnë në klasat e tyre të filloreve. Duke vazhduar me këtë pjesën e korrupsionit dhe të lidhjeve, gjithashtu do të flas për shëndetësinë, ku kam pas dhe një akt ose një eksperiencë të përvetësishme, ku ka dy të operohesha dhe në të vërtetë ata nuk të jepnin serumin ose infermierët nuk të jepnin serumin, sado që e kishin në këtë orë, pa i dhënë një 5.000 lekë, 10.000 lekë në xhep. Atëherë do të jepej serumi dhe atëherë do trajtoheshe në mënyrë medikale, por gjithashtu edhe vizitat që bëhen nuk mund të bëhen të plotësuara, por madje mund të jenë të anashkolluara në rast se nuk do të korruptohen, pra që me të vërtetë unë e theksoj dhe shumë thellë që korrupsioni të vërtet e ka prishur këtë shtet dhe me të vërtetë suksesi sot është plotësisht i varur nga lidhjet që kryen. Faleminderit. Duke lënë më njanë këto shembuj që sapo përmendet, mund të marrim për shembull shumë figura televizive ose edhe tek fushat e tjerë siç janë këngëtarët ose të gjithë këta personazhet publik. Në qoftë se ata do kishin një sukses vetëm nëpërmjet lidhjeve, nuk do të njiheshin ndërkombëtarisht siç janë shumë personazhe si Alketa Vejsiu, Vjera Grabocka dhe personazhe të tjera. Dhe është e vërtetë që një njohje mund të vendosë në një pozitë të caktuar, por aftësitë e tua janë ato që të mbajnë atë pozicion edhe me vërtet mund të njihesh nga të tjerët. Konkretisht të gjithë, konkretisht të gjithë Konkretisht ne të gjithë njemi për arritje tona e suksesi, për ama suksesi ju nuk mund të arritet për ato që të cilat ne nuk mund t'i paraqesim. Pasi në rast se ne mund të kemi sado lloj aftësi, por në rast se ne nuk mund t'i japim ose mund të shkojmë në televizor ose t'i themi të tregojmë të aftësitë tona, kjo nuk është sukses, kjo është vetëm për vajtje për vete. Dhe e dyta, për pjesën e Alketës Vejsiu, ajo ka pas lidhje me Vera Graposkën që shfutur në emisionin e saj televizive. Por që edhe unë si po flas tani për shembull mund të jem shumë i mirë për të dhënë gazeta se po flas shpejt, por që nuk kam asnjë lidhje për të futur në televizor. Gjithashtu kemi edhe përdorimin e artistëve të ndryshëm që po ndodhet konkretisht, ky është një lloj korrupsioni që është legal edhe në Amerikën e të tëra. Për shembull Noisy bëri hapjen e përshtatës së Partisë Socialiste, që në të vërtetë kjo është një lidhje midis politikanëve dhe artistëve për të përhapur dhe për të dhënë fjalën pra të tjerëve rreth këtyre qëndrimeve të tyre, që në rast se mund të flasim nuk e shohim shumë në artistë të tjerë përveç Partisë Socialiste që ka mjaftueshëm fonde për të marrë edhe për të financuar. Dhe prandaj suksesi i shumë partive të tjera dhe partive të vogla nuk njihet në mënyrë të barabartë. Faleminderit. Jam pjesërisht dakord me këtë që sapo përmendet, por duke thënë gjithmonë që brenda në Shqipëri vetmja mënyrë për të arritur diku janë aftësitë. Ne po ushqejmë një paragjykim i cili sapo vjen e rritet në shoqërinë tonë, edhe duke e ushqyer atë paragjykim, ne nuk do arrim kur të ecim përpara edhe të japim zhvillim në fushat e ndryshme të jetës sonë, kështu që duhet të fokusohemi në zhvillimin e aftësive tona, si sa të miremi me lidhjet e të tjerëve, edhe si kanë arritur në vendin ku janë. Duke bërë përmbyllje me që jemi në rastin e katërt, që të dëshiroj të theksoj që po bie shumë dakord që pjesën e theksimit të aftësive tona, por në të vërtetë jetojmë në një shtet që sado që mund të kesh patologji aftësie, por nuk pate asnjë lidhje, nuk do të shkosh asgjë kurrë në këtë vend. Kryesisht prandaj unë sipas argumenteve që të thash, të pjesa e shëndetësisë për të po i ripërmend, që suksesi i parë plotësisht nga korrupsioni, kemi shumë emisione investigative që kapin raste paraprake të korrupsionit, ndryshimi i administratës që shkakton jashtëzakonisht paqëditshmëri politike, sidomos edhe në rastin e zgjedhjeve, si dhe ky akt përveç kësaj edhe mungesës së meritokracisë që kemi brenda shtetit është gjithashtu një nga sfidat më të mëdha që kemi për përfshirjen tonë në Bashkimin Evropian. Duke bërë këtë përmbyllje, po në të vërtet aftësia arritet, me rritjen e aftësisë, po ne mund të arrijmë në sukses, por jo në Shqipëri. Faleminderit. Duke përmbyllur edhe unë, Shqipëria është një shtet i cili njihet në organizata ndërkombëtare dhe në shtete të tjera, edhe besoj me të vërtet që nëse do të kishte probleme të tilla siç është domethënë arritja një suksesi nëpërmjet lidhjeve, do ketë shumë organizata të cilat janë ndërkombëtare edhe i bikqyrin këto çrregullime, edhe do kishte një përndjekje për këtë rast, edhe me vërtet mendoj që duhet çdo kush të fokusohet në zhvillimin e aftësitë të tij edhe të
të ndihmoj të zhvilloj vendin e tij edhe të ri këtu në Shqipëri. Faleminderit. Mirë, faleminderit të dy çunave. Një duar tërkitje për ata. A do ja japim dorën njëri tjetrit? Mirë, unë do t'ju kërkoja tani që të pozicionohemi jashtë në mënyrë që juria të ketë mundësi të bëjë edhe vlerësimin dhe pas pak do t'ju japim pikët. Mirë, jemi gati tani të zbulojmë edhe rezultatin edhe pikët që ka dhënë juria për secilën nga skuadrat përfaqësuese. Spiro Gjiknuri nga Imara dhe Ali Demi nga Vlora. Fjala për ju. Atëherë, e nisi me një falënderim shumë të veçantë për dy zyshat tuaja, sepse është hera e parë që unë shoh që të dyja zyshat u përfshin po aq sa ju në debatin e sotëm. Dhe ju përgëzoj për punën e mirë që keni bërë me nxënësit tuaj. Do doja që t'ju nxisja për një punë akoma më shumë dhe në raundet e ardhshme. Gjithashtu doja që të ndaleshim pak tek argumentat edhe faktet që ju sollët. Është shumë e rëndësishme, sepse e dini shumë mirë dhe gjatë trajnimit ju është thënë që debati ka disa pika kyçe, kundërto gjua dhe komunikimi, kultura e debatit, respektimi i formatit janë ato më të rëndësishme dhe vura re që gjatë dy debateve që ju bët me njëri tjetrin, kishit ato allakatet e vogla duke u marrë me njëri tjetrin për një temë të caktuar apo për një argument të caktuar që doni t'i kalonit. Është shumë e rëndësishme të bëjmë një punë në grup, është shumë e rëndësishme të keni një fokus tek njëri tjetri, sidomos kur flet kundërshtari, sepse do keni mundësinë që ti kundërpërgjigjeni mbi atë argument që ju jep. Unë do t'ju uroj shumë suksese, doja që të punonit akoma më shumë dhe për herët e ardhshme që ju takojnë. Okej? Faleminderit. Unë ju uroj shumë suksese të dy shkollave për pjesëmarrjen dhe për pjesën e përgatitjes, sepse realisht dukesh që ishit përgatitur, por do bëm pa kritike apo jo? Si mendoni jo? Po bëm pa kritike se është për të mirën tuaj. Gjëja që mua më troqi shumë vëmendje është pjesa e vëmendjes. Pikërisht vëmendja. Domethënë në momentin që fliste shoku juaj i skuadrës, dikush tjetër mund të lëvizte ose mund të thoshte një argument, gjë që i tërheq shumë vëmendjen dhe emocionalisht bllokohet nxënësi në këtë situatë. Kështu që duhet të jemi shumë strikt dhe jo të pengojmë tjetrin, por ta lëmë ta përfundojë deri në fund dhe t'i japim pastaj një iniciativë dhe një ndihmë, pse jo, për ta plotësuar mendimin. Gjatë trajnimit që ju keni zhvilluar, ju është thënë që duhet përdorni argumenta. I kishit argumentat, por më duk sikur i kishit pak të paplota. Sepse ju zun emocionet edhe sikur u bllokuat, sikur i harruat disa nga faktet kryesore, sepse gjatë një diskutimi dhe gjatë një debati, e rëndësishme është të përdorim edhe faktet që janë shumë të rëndësishme për sa i përket kundërshtimit në argumentën, domethënë argument dhe kundër argument. Por më lejoni, sepse thash e nisa me kritikat për ta përfunduar pak sa mirë tani në fund, më lejoni t'ju përgëzoj për pjesën e le të themi aktivizimit që keni të gjithë bashk, argumentave që përdorni të gjithë bashk, mbështetjes që i tregoni dhe inkurajimit që i bëni njëri tjetrin, sepse puna në grup është çelësi dhe fokusi kryesor përsa i përket zhvillimit jo vetëm tuaj personal, por edhe në aspektin e shkollës, sepse këtu jeni për të përfaqësuar shkollën, për të përfaqësuar veten. Gjithashtu dua të falenderoj edhe zyshat, siç e tha edhe Liberta, për punën që ata kanë bërë dhe për pjesën emocionale që ata ju mbështesin, për përjetimet që ato i kaluan po një lloj si ju. Kështu shumë suksese në diskutimet e tjera, debatet e tjera. Thënë gjitha këto, unë do jem do bëj një sintezë shumë të shkurtër në fakt, duke u nisur me ato që unë mendoj që është më e rëndësishme në një debat, dëgjimi aktiv. Unë mendoj që një dëgjues i mirë është pa diskutim, një debatues i mirë është pa diskutim një njeri që mendon dhe është një njeri i mirë dhe i dobishëm për shoqërinë. Sigurisht, ndoshta të dy temat janë tema që edhe në qoftë se ne nuk i kemi argumentat, janë tema që unë jam e bindur që keni argumenta personal. Vlen për të theksuar që më bëri përshtypje humori,
megjithëse u mor si në të qeshur, po kishte 2-3 raste personale që u përkthyen në humor dhe unë mendoj që në debat është shumë e domosdoshme që të përdorësh ironinë, humorin dhe disa elementë që jashtojnë vlerën pozicionit të cilit ju mbani. Nuk do zgjatem më shumë, më mbetet vetëm t'ju them që u gëzova që dëgjova një debat të tillë, mund të them që ishte debat i mirë. Sigurisht diferenca është minimale. Shkolla Lidemi Vlorë ka arritur të mbledh 200 pikë, ndërsa shkolla Spiro Gjiknuri Himar ka arritur të mbledh 198 pikë. Shumë suksese. Më fal, Eugena, do me thënë duke parë dhe pjesën e diferencës në pikë për vetëm 2 pikë, kështu që e kuptoni vetë edhe pjesën e nivelit ku ju jeni, që pothuajse keni dhënë argumente dhe ne kemi vlerësuar atë çfarë ju keni dhënë gjatë gjithë diskutimit me njëri tjetrin. Kështu që merrni në aspektin sa më pozitiv dhe për të forcuar në debatin e ardhshëm. Faleminderit vajza. Faktikisht është shumë e vërtetë që në këtë takim edhe në këtë ardhje të përsëritur të çdo viti që ne bëjmë në Vlorë, në jug, më saktë kam pasur fatin që t'jem përsëri me juve. Diferenca e përgatitjes së të dyja skuadrave në rastin e Alidemit, sepse gjej rastin që ta kem përsëri pavarësisht se ju jeni rikthyer të themi debatit. Ky vit ka qenë me një përgatitje vërtet për të vlerësuar dhe ndryshe nga vitet e tjera, që do të thotë ju e keni kuptuar rëndësinë e të debatuarit dhe keni ardhur duke përfaqësuar sa më mirë shkollën tuaj dhe më vjen mirë realisht që sot kemi pasur kënaqësinë që të ndjekim një debat kualitativ, që do të thotë nuk kemi dëgjuar thjesht parashtrimin e disa argumentave të cilat ju janë dhënë paraprakisht, por kemi pasur një debat të mirë ndryshe nga vitet e tjera. Kështu që vërtet kam qenë shumë i surprizuar dhe jam ndjer mirë. Thënë kjo, ne jemi në fazën e debateve rajonale, që do të thotë sot nuk kemi të eliminuar, pra kemi thjesht një pikëzim që do të thotë në përfundim të kësaj faze, kur të gjitha qytetet që janë pjesë e këtij edicionit të këtij viti, pra të gjitha rajonet flasim, do të përfundojnë debatet, do të kemi edhe 16 shkollat me më shumë pikë. Pra ato që kanë akumuluar më së shumti pikë për gjatë kësaj faze do të jenë 16 skuadrat që do të vinë në Tiranë për të zhvilluar fazën eliminatore. Okej? Që nuk i dihet. Kemi edhe disa debate për të bërë, jemi në Shkodër, jemi në Lezhë, Përmet, në Sarandë, nesër, Gjirokastër. Ju uroj shumë suksese dhe fati qoftë me ju.